Zgjerimi i Bashkimit Evropian u rikthye në qendër të diskutimeve politike pasi kancelari gjerman Friedrich Merz u shpreh hapur shqetësimin për mënyrën se si Brukseli ka trajtuar vendet e Ballkanit perëndimor ndër vite. Duke u përgjigjur një pyetje të presidentit të Malit të Zi, Jakov Milatović, ai pranoi se procesi i integrimit është zhvonuar më shumë se sa duhet dhe kjo ka krijuar pasiguri dhe zhgënjim në rajon. Merz theksoi se kjo qasje duhet të ndryshojë urgjentisht duke paralajmëruar se Europa rrezikon të humbas ndikim nëse nuk ofron perspektiva të reale të antarësimit. Ai u shpreh se vendet e Ballkanit janë pjesë e pandare e kontinentit dhe si të tilla, e ardhmja e tyre duhet të jetë brenda BE-s. Kancelari pranoi gjithashtu se vendimarrja për hapjen e kapitujve të rinj të negociatave kërkon unanimitet në Këshillin Evropian, çka shpesh është bërë pengesë për përparimin e shpejtë. Megjithatë, ai nënvizoi se kjo mund të shërbejë si justifikim për bllokun politik dhe se Berlini duhet të punojë për të bindur vende skeptike. Pas zgjedhjeve të ardhshme në Gjermani, Merz tha se shpreson të ketë hapësirë për hapa konkret drejt hapjes së kapitujve të rinj të afrimit gradual të vendeve të rajonit me standarde dhe strukturat e Bashkimit Evropian deri në antarësim të plot. Në analizën e tij më të gjerë gjeopolitike, kancelari theksoi se rendi ndërkombëtar po ndryshon me shpejtësi. Ai vlerësoi se dominimi tradicional i Shteteve të Bashkuara të Amerikës po sfidohet, ndërsa Kina po forcon pozitat ekonomike dhe ushtarake. Në këtë kontekst, sipas tij, Europën e bashkuar dhe e zgjeruar është më domosdoshme se kurrë për të garantuar stabilitet dhe siguri afatgjatë.